Një ngjarje e rëndë ka ndodhur më 2 mars 2026 rreth orës 9:30 në fshatin Pavlan të Pejës, ku një konflikt brenda familjes ka përfunduar me dyshime për vrasje të mbetur në tentativë. Policia është njoftuar se një qytetar kishte probleme serioze me djalin e tij, i cili sipas familjarëve po shfaqte sjellje të dhunshme. Patrulla ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku ka takuar ankuesin dhe vajzën e tij. Sipas deklarimeve, i dyshuari GN prej disa ditësh po ushtronte dhunë psikike ndaj familjes, ndërsa atë mëngjes kishte sulmuar edhe një shok të tij, i cili ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Viktima AD ka deklaruar se sapo kishte arritur në shtëpinë të dyshuarit, ky i fundit i kishte kërkuar të afrohej dhe më pas e kishte goditur me grusht në fytyrë. Pasi ishte rrëzuar, i dyshuari dyshohet se e ka sulmuar me thikë dhe ka tentuar ta godasë në fyt. Viktima ka arritur t'i shmanget goditjes fatale, por ka psuar lëndime në dorën e djathtë dhe në zonën e qafës. Babai i të dyshuarit RN ka deklaruar se djali i tij ishte kthyer nga Gjermania para 3 ditësh dhe se që nga kthimi nuk është më i njëjti. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësia e hetimeve dhe krim teknika. Me urdhër të prokurorit të shtetit nga Departamenti për Krime të Rënda, i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Rasti është inicuar si vrasje e mbetur në tentativë dhe dhunë në familje. Hetimet janë në vazhdim.